Konflikti kryesor shpërthen kur përmendet nga Kaja se Ajla dhe Gjian janë bashkë në një hotel. Ky informacion e çon situatën në një tension të lartë, sidomos për Boranin, i cili nuk arrin të pranojë këtë realitet. I revoltuar dhe jashtë kontrollit, Boran shpërthen duke thënë se Alja dhe Gjian nuk mund të qëndrojnë kurrë në të njëjtin vend. Ai nuk ndalet vetëm me fjalë, por situata përshkallëzohet edhe më shumë kur kërcënon hapur dhe shpreh xhelozi ekstreme, duke thënë se ajo është gruaja e tij dhe se nuk do të pranojë kurrë largimin e saj. Në një moment shumë të rëndësishëm, Boran deklaron identitetin dhe qëndrimin e tij pa hezitim, duke thënë se është Boran Albora dhe se kur të vi dita, e gjithë familja do ta mësojë që Alja është gruaja e tij. Kjo tregon qartë se ai nuk e pranon ndarjen dhe se ende e konsideron atë si pjesë të jetës së tij. Situata bëhet edhe më e rëndë kur Sadakat përpiqet ta ndalojë dhe i kujton se ai është një vëllai i madh dhe duhet të sillet me përgjegjësi. Por Boran tashmë ka humbur kontrollin emocional dhe nuk dëgjon askënd. Skena fillon me një bisedë midis Aljës dhe Gjianit, ku Alja e pyet se çfarë do të ndodhë me ta. Gjian merr kontrollin e situatës dhe thot se njerëzit në rezidencë duhet të lihen në dorën e tij, sepse ai do të merret vetë me gjithçka. Kjo tregon qartë se ai do të marrë përgjegjësinë dhe po vendos rend në kaos. Më pas vjen një vendim i fortë dhe emocional. Ai thot se nuk dëshiron me që Alja të qëndrojë në konak dhe nuk dëshiron që ajo të jetë në një vend ku ndodhet Borani. Kur Alja pyet se ku do të qëndrojnë, përgjigjja është një shtëpi ferme, një vend i qetë dhe izoluar larg problemeve. Ai e siguron se ajo do të jetë afër spitalit dhe do të ketë një jetë më të qetë dhe të sigurt. Më pas ai shpjegon planin e tij. Do të marrë Gjian Denizin dhe do t'i çojë të dy në atë vend, duke u përpjekur t'i bashkojë dhe t'i mbajë larg konfliktit. Ai thekson se derisa të mbyllen këto probleme, ata do të jenë të sigurt dhe të qetë aty. Por ai e pranon gjithashtu se nuk do të jetë lehtë, sepse familja dhe të tjerët nuk do ta pranojnë këtë vendim dhe do të ketë kundërshtime dhe tensione. Demir sapo del nga spitali dhe përballet menjëherë me Nadimin, i mbushur me zemërim dhe dyshime. Ai nuk humbet kohë dhe akuzon drejt për drejt duke i kërkuar llogari përse ka ndryshuar dëshminë dhe pse e ka lënë Boranin të lirë. Por Nadim nuk e pranon as pak idenë që gjithçka ka ndodhur nën presion dhe e kundërshton menjëherë, duke thënë se kjo nuk është as pak e vërtetë. Në një moment shumë të rëndë, Demir i jep një akuzë të drejt për drejt Nadimit, duke i thënë se ai nuk bën asgjë pa interesin e tij personal. Por Nadim vazhdon të këmbgul dhe i thot qartë se Boran nuk është personi që vrau xhaxhain e Demirit. Ai përpiqet të bëjë Demirin të kuptojë se është duke akuzuar njeriu e gabuar dhe se duhet ta pranojë këtë të vërtetë, sado e vështirë të jetë. Ndërsa dëgjon gjithë këtë bisedë mes Demirit dhe Nadimit, Exmel ndryn dhe i drejtohet drejt për drejt Demirit me një paralajmërim të fortë dhe shumë serioz. Ai i kërkon të qëndrojë larg Boranit dhe ta lërë këtë çështje, sepse në të kundërt do të përballet me pasoja të rënda personale. Mesazhi është i qartë dhe i ftohtë. Nëse Demir vazhdon të ketë këtë rrugë, ai rrezikon të humbas Zerinin. Sapo ndahet nga Demiri, Exmel telefonon menjëherë Boranin. Ai i thot atij se mund të dalë pa frikë dhe se Demir Bajbaras nuk do ta prek më, duke pretenduar se e ka zgjidhur vetë këtë problem. Pak a shumë, kjo është një lojë psikologjike mes kontrollit, frikës dhe manipulimit, ku Exmel përpiqet të mbajë pushtetin mbi Boranin, duke e bindur se është i vetmi shpëtim për të. Ndërsa në këtë skenë është një fillim i ri, Gjian largon Aljen nga rezidenca, fillon një jetë të re në një vend të qetë. Gjian po mban premtimin të mbrojë Aljen, ta largojë nga rreziku, Borani, familja dhe konfliktet. Fjalët e Gjianit tregojnë për kujdesje reale, ndjenja që po forcohen. Gjian kthehet në konak dhe u kërkon punëtorëve që të përgatisin menjëherë sendet e Aljës dhe Denisit, ndërsa gjithçka organizohet me kujdes për zhvendosjen e tyre. Gjithashtu kërkon që të mblidhen edhe gjërat e nevojshme, duke treguar se ky nuk është një vendim i përkohshëm pa rëndësi, por një lëvizje menduar mirë për siguri. Gjian shkon drejt për drejt për t'u përballur me Boranin, i vendosur të marrë një vendim që do të ndryshojë gjithçka. Ai thot qartë se Alja dhe djali i tyre Denizi nuk do të jetojnë më në këtë konak derisa gjyqi të marrë një përfundim përfundimtar. Është një vendim i menduar për të shmangur konfliktet dhe për të mbrojtur qetësinë e tyre.
Por Bora nuk e pranon këtë, ai kundërshton menjëherë me forcë, duke deklaruar se nuk do të lejoj kurrë që djali i tij të largohet nga konaku dhe të shkojë me ta. Për te kjo nuk është thjesht një çështje vendimi, por një luftë për autoritet dhe kontroll. Nga ana tjetër, Giani qëndron i qetë, por i palëkundur. Ai këmbgul se vendi i fëmijës është pranë nënës së tij dhe se kjo është gjëja me drejtë, pavarësisht kundërshtimeve. Në mes të këtij konflikti të fortë hyn Sadakat. Ajo pranon që Alia të qëndrojë larg për të ulur tensionin, por vendos një kufi të qartë, nipi i saj nuk duhet të largohet. Për të ndarja nga fëmia është e papranueshme dhe e dhimbshme. Menjëherë pas kësaj, Boran shkon të konsultohet me një avokat për çështjen e tij. Ai tregon se ka një plan të qartë dhe kërkon që gjithçka të shkojë pas një gabim. Qëllimi i tij është që gjykata ta shpallë të pavlefshme martesën mes Aliës dhe Gianit, në mënyrë që ajo të kthehet përsëri tek ai. Avokati e siguron se do të merret me gjithçka dhe se do të bëjë maksimumin që rezultati të jetë në favor të Boranit. Personi që ka shpëtuar Boranin fillon ta këshillojë këtë të fundit. Ai i kërkon që të mos manipulojë këto çështje dhe se Boran e ka ditur më parë që Gian dhe Alia do të martoheshin. Madje i kujton edhe një video ku ai vetë kishte thënë se nëse i ndodhte diçka, ata duhet të vazhdonin jetën dhe të martoheshin. Ai thekson se Gian dhe Alia tani janë bashkë dhe e duan njëri tjetrin dhe se Alia ka bërë një sakrificë të madhe për te, duke përfshirë edhe dhenjen e një veshke. Për këtë arsye, ai e paralajmëron Boranin që të ndalojë. Ai i kujton gjithashtu se e ka mbrojtur gjithmonë si vëlla dhe se madje mund ta ndihmojë të largohet dhe të fillojë një jetë të re diku tjetër. Por Borani këmbgul se nuk do të heqë dorë dhe se Alia është gruaja e tij dhe nuk mund të kthehet më pas. Në këtë skenë, Sadakat shkon të përballet me Alien dhe i kërkon që të heqë dorë dhe të largohet, duke mos e turpëruar më emrin e familjes Albora. Por Alia, pasi e dëgjon, i përgjigjet me vendosmëri se ajo ka dashuruar vërtet dhe se Sadakati nuk do ta kuptojë kurrë këtë ndjenjë. Ajo i thot qartë se nuk do të heqë kurrë dorë nga Giani, pavarësisht vendimeve që merr Borani. Ndërkohë, Nare merr një lajm të papritur, ajo nuk është shtatzan. Ky lajm e trishton shumë, sepse ajo nuk dëshiron ta zhgënjejë Shahinin, i cili po e priste me shpresë këtë moment. Por Alia përpiqet ta ngushëllojë dhe i thot të mos humbas shpresën, sepse mundësia ekziston dhe ndoshta thjesht nuk ka ardhur ende koha e duhur. Në një tjetër linjë historie, Nare merr një ofertë nga Jalçin për të punuar si infermiere në spitalin e tyre, gjë që i hap një rrugë të re në jetën e saj. Më pas, Sadakati rastësisht sheh Kajen në një dyqan rrobash për fëmijë dhe habitet, duke menduar se i pek mund të jetë shtatzan. E shqetësuar, ajo e ndjek dhe zbulon se Kaja shkon tek Zerin. E tronditur, ajo e përballon Zerinin dhe i kërkon të qëndrojë larg djalit të saj, duke akuzuar se mban fëmijën e dikujt tjetër. Por Kaja i thot se fëmia është i tij, duke e kthyer situatën në një përplasje të fortë emocionale. Në fillim Sadakati e kundërshton, por më pas fillon të lëkundet dhe përpiqet të kuptojë të vërtetën, madje interesohet për shtatzanin. Në fund, situata me Sadakatit dhe Fidan kthehet në një skenë me shumë tensione dhe emocione, ku e vërteta dhe dyshimet përplasen fort me njëra tjetrën.